Masakra mbi 45 Reçakasit, më 15 janar të vitit 1999, pati tmeruar botën dhe kishte dhënë një kthes të rëndësishme çështjes së Kosovës, pas deklaratës së William Walker, që pa hezitim e kishte quajtur krim kundër njerëzimit. 15 vite më pas, familjarë të viktimave thonë se ende i kanë të freskëta tmerret e asaj dite, por se gjejnë ngushëllimin nga vizitorët e shumt dhe se ndjehen krenar për sakrificën e tyre. Për ne dhimbja vazhdon të jetë njëjtë, nuk mund t'i harrojmë familjarët që na i kemi humbur këto, mirë po falënderojmë ata që po vinë të na ndihmojnë na përkrajnë sfakullin moralisht. Edhe Hanefi Hajrizi, i cili para 15 vitesh kishte humbur djalin në këtë masakër, tha se në praninë e vizitorëve ndihet më mirë. Kemi vizitorë sado kudo, edhe na ndihemi vetëm pak më mirë. Naim Ismaili, kryetari komunës së Shtimës, i tha gazetës Jeta në Kosovë se ndjenjat në këtë ditë janë të përziera. Po sot realisht ndjenjat edhe të mia si kryetar komune, po qytetarëve të Raçakut dhe komunës së Shtimës, në përgjithësi të Kosovës janë përziera. Ajo që ne sot kujtojmë një dhëmbje shumë të madhe që ka ndodhur masakri në Raçakut, por njëkohësisht është edhe një krenari se 15 vite më rrapa po flasim për një shtet të ri, Republikën e Kosovës, dhe gjithë objektivat tona, angazhimet tona do të jenë ndërhimin që këta familjarë të njihen sa më komod. Ish komandanti i UÇK-s për zonën e Nerodimës, Shokri Buja, tha se kjo ditë kthejnë kujtime të dhimbshme. Ditë që të rikthem në ngjarjet e 15 janarit, është ditë e vendjes, është një vendje që ndihmë për ata që kemi humbur. Po ashtu dihet që 15 janar është dita e kthesës në historinë e Kosovës, është fillimi i fundit të pushtuesit serb në Kosovë, sepse është masakra e Raçakut ajo që futi në veprim mekanizmin e rënd ndërkombëtar, dihen pastaj rrjedhat e mëvonshme. Familjarë të viktimave të kësaj masakre qëndronin afër vendit ku ishte i varrosur familjari i tyre, ndërsa homazhet qoftë nga institucionet apo qytetarët bëheshin në qetësi pa fjalime. Përnder të viktimave të Reçakut, të mërkurën ishin edhe presidentja Atifete Jahjaga, kryetari i Bashkësisë Islame të Kosovës Naim Tërnava, lideri i vetëvendosjes Albin Kurti e shumë të tjerë.